Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tiron Alilin në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush lajmet më të fundit dhe lëvizjet më interesante të artistëve shqiptar. Do të flas pikërisht tani në këtë minutazh të kushtuar drejt një çifti. Shpat Kasapi dhe Selvie Jao janë dy personazhe, është çifti i cili është komentuar më së shumti, për të cilët është folur më së shumti dhe çifti që në fakt bëri ca lëvizje shumë interesante. Muaj më parë, Selvie Jao shkruan një postim në Instagramin e saj që i uronte Tiranës ditën e mirë. Më pas, do me thënë u bë publike që marrëdhënia e Selvies edhe Shpatit ka një krisje, duke patur në mes edhe çunin e tyre Roelin, por vazhdimësimi vazhdoi, derisa Selvia e pranoi më publikisht që do me thënë mes Shpat Kasapit dhe Selvie Jao nuk ekziston asnjë gjë. Shpati në intervistën e tij të parë, me njëherë pas zërave lart dhe poshtë u mundua që do me thënë ta mbyllte si çështje që të mos flitej dhe tha që si çdo femër që xhelozon, është nervoze, etj dhe Selvia mund të bën këto lëvizjet, por në anën tjetër, do me thënë në këtë mes, Selvia demantoi këtë lajmin dhe i tha vetes që unë jam shumë e lumtur që kam parë veten, kam respektuar veten, do me thënë në shkrimet e saj mundoheshte të tregon një jetë të paktën ashtu siç ne kemi arritur ta lexojmë, një jetë në sfidë, një jetë në vështirësi, një jetë në dinamik, një luftë me veten. Ndërsa në fund Shpat Kasapi doli edhe foli për të pas lajmit të madh që u bë që Shpatin e kanë rrahur në dasëm në Kosovë për vonesën e tij dhe Selvia në një farë mënyre reagoi sikur ishte e lumtur për atë lëvizjen e vogël që i kishte ndodhur Shpat Kasapit në dasëm. Por së fundmi, do me thënë pa marrë parasysh se çfarë ndodhi gjithçka, ka ndodhur një lëvizje, të lutem më shfaq fotografinë. Shpat Kasapi ka bërë follow në Instagram përsëri Selvie Jahon, që nënkupton tani do me thënë mendja jon si analist të showbizit, si moderator të showbizit, gazetar, na shkon kudo që Shpat Kasapi kërkon të rikthehet me Selvien, që Shpat Kasapi kërkon të rindërtoj dashurin me Selvien, apo që Shpat Kasapi kërkon të ndërtoj një emocion të bukur ashtu siç ka pas dhe të ribashkoj familjen e tij. Do me thënë është një pikpyetje shumë e madhe se çfarë po ndodh. Unë nuk dua ta besoj që Shpati dhe Selvia të gjithën këtë gjën e madhe e kanë bërë për klikime, sepse nuk është normale që këto gjëra të ndodhin për klikime dhe nuk e besoj, sepse shoh shumë komente që nga dita e djeshme, nga lajmi që u bë që Shpati po i rikthehet Selvies, çfarë po ndodh, Selvia po bën follow, Shpati po bën follow Selvien etj etj, do të thënë hamencime të ndryshme, nuk dua ta besoj që është një fenomen i tillë. Por në anën tjetër publiku me patjetër dyshon sepse lëvizja ka ndodhur. Unë preferoj dhe dua që Shpati dhe Selvia të jenë bashk, të vazhdojnë lidhjen e tyre, të vazhdojnë dashurinë e tyre, sepse nuk ka më bukur se sa të dashurosh, të jesh me njeriu me të cilin ti ke ndërtuar familjen dhe po zgjeron shtëpinë tënde, por dua të marr mendimin tuaj, çfarë simbolizon ky veprim i Shpat Kasapit.